48 orët e para në shtëpinë e Big Brother nuk kanë prodhuar, po them sherrë dhe sherrë shamata, por banorët si duket e kanë filluar me avash këtë gjë dhe mirë bëjnë për këtë arsye sepse ka kohë boll për t'u shpërfaqur. Por desha të evidentoja dy dyshe shumë të ndryshme në mënyrën se si po e trajtojnë situatën aty brenda. Iliri me Senon dhe Kristi me Angelon. Iliri me Senon dallon shumë qartë që është një dyshe shumë gjenuine në kuptimin, jo dyshe, po një bashkëbisedim mes tyre ka nisur, është shumë i sinqert dhe është i pa interes. Pra nuk kemi të bëjmë me një skem. Këtu s'kemi të bëjmë me një skem. Këtu kemi të bëjmë me dy persona që i shkon muhabeti me njëri tjetrin, një shkodran dhe i Korçar, nuk ka si gjë të keqe, gjithmonë kanë shkuar shkodran me Korçar dhe e shoh shumë interesante këtë dyshe në mënyrën se si bisedojnë me njëri tjetrin dhe se si hapen me njëri tjetrin. Ndërkohë nga ana tjetër, kjo dysha këtu poshtë, Kristi me Angelon kanë filluar të bëjnë skema. Nëse ti fillon që ditën e dytë të bësh skema me kë është dhe si ta marrim te, si ta përfitojmë atë, kam përshtypjen që je pak herët. Pse? Sepse ne si spektator kemi nevojë t'ju njohim ju një herë, të dilni ju një herë, të dilni personazhet, shohim se kush jeni ju një herë, sepse shumë njerëz dhe mund mos ju njohin, ose mund t'ju njohin thjesht nga ekrani, por nuk ju njohin tamam. Kështu që është mira që t'ju njohim ju dhe pastaj filloni dhe të krijoni grupet. Aq më tepër në një shtëpi si shtëpia Big Brotherit që duhet të kesh shumë kujdes kur fillon bashkëpunimin me dikë. Sepse nganjëherë nuk i dihet se edhe ai që ketë përballë mund të jetë një kundërshtar jot i fshehtë. Kështu që me kujdes. Pra po them, mes këtyre dy dysheve më pëlqen kjo dyshja sipër në kuptimin se si i kanë filluar bisedat, se si po hapen me njëri tjetrin, se si kanë filluar ta njohin njëri tjetrin shumë mirë, e kupton? Duke thënë jo është njëri i drejtë etj. Pra ka nevojë njeriu një herë të flasë me dikë, të shpërfaqet dhe pastaj të kalojë tek skemat e mëdha të fitores së këtij formati.